Unë po të them djali im i madh, Marku, ka lexuar 13 vjeç Bukovskin, se e kam edukuar ashtu. Jo se i kam thënë merr Bukovskin, se tash baba je shumë i vogël për Bukovskin. Për femrat e Bukovskit. Guilty. Edhe sallam edhe buk. Edhe sa buk me sallam. Guilty dhe unë që 12 vjeç, 13 vjeç. I kam thënë jo, babi e herë po e lexoj, edhe unë si thash jo. I thash je çik herë, prit edhe pak. Ka lexuar Kafkën e tjerë. Dhe ne edukoheshim ashtu, ashtu kam edukuar edhe unë ti mbir, që ne kishim librat verdhe, i shpërndanim po të kapte policia ba me bum. Por e kishim këtë dëshirën për të parë diçka më tej se sa i sistemi varfër, represiv, qethu, bëju, çike këto pantallona, se i kom në parlament ata që më thoshin çike këto pantallona ti. I kem parlament. Po. Të flet të vdekja kalit. Të flet dhe për demokracinë. Të vdekja kalit në fund fare kur artisi me motor e shoh flet për demokracinë. Është tamam vdekja e kalit, domethënë ty të vjen të çash gojë, shtap. Se po i lëm 100 erat të tjerë që nuk e vedo as mjel se lopës, se trem lopën se t'jep lopa qumësh. Nuk po flasim për këtë. Kjo është deregjeja ku jemi katandisur. Ne jemi katandisur Republikë Banane që t'i thua shmirë. Domethënë ujë lane. Shqipëria është ujë i lane. Dhe të flet kreu i ujit lanës, burimi i ujit lanës, të flet për moçale, për këneta, domethënë njëri s'ka lexuar as Çukën dhe Bubi Kaçurel. Dhe këtë e di shumë mirë se e kam pas me hall. Jam rripet. 5 vjet më mas unë. As Bubën, Çufin dhe Bubun Kaçurel nuk ka lexuar. I ka gjitha me t'i gjumë. Dhe ti e në duart atit, dështak si sportist, dështak si piktor se ka marrë vetë skulptur, e njoh figurativin shumë mirë se ai, s'kam po flutura dhe bubrecat si ai, dështak në politik, dështak si intelektual, dështak si, edhe si orator është dështak. Mediokër është, mediokër. Më thonë, shumë mediokër. Edhe në veri ka qenë mediokër, se unë kam studiuar në veri kur bëra film. Është më keq se sa ky. Se ky është më charmant se ky ka arrogancën që ja rregullon atë që njerëzit i thonë është oratori mirë. Ky është arrogant, se në atë lloj pushteti që flet ky ka pushtet absolut mbi çdo dëgjues që ka rreth vetes. Dhe plas arrogancën, bën monologje idiote, bën gestikulacione, se është 2 metra. Të ndihmon ai, ti e di më mirë se sa unë që në skena e 2 metroshit ndihmon më shumë. Gjëtësia... Se ke më shumë vëmendje, po ish mediokër. Ai nuk ka një mendim, unë i kam lexuar Kurbanin për ta tallur. Se kam lexuar. Jo, e kam lexuar për ta tallur, me pjesë, se ja hap te podcasti, ja hap me flet. I thëm Bibla sot do hapim të flet për këtë. Shumë e bukur. Kapitulli është kopja më e shëmtuar e Dostojevskit, sepse flet vetëm me ndajshtime, pa presje, pa pikpresje, me neologjizma, sikur është Kadareja, po ky është çfarë them unë, po mos thënë një fjalë se jemi na kap ama. Është ajo që nxirrte Kadareja kur shkarkonte. Na kap ama. Po. Domethënë është i tmerrshëm vëlla dhe njerëzit i thonë po ka shtë orator i madh, po normalisht se me këtë lloj inteligjencë kolektive që ka në botën e të verbërve, ai me një sy është mbreti. Ky është ka shkatruar vi nga pedagogjia, e ka shkatruar arsimin. Po shiko, ka goditur, unë prandaj jap Goxhait dhe grupit, janë një grup djemsh ku je edhe ti pa diskutim. Te teoria e konspiracionit, që nuk është më teori e konspiracionit, që është ku betet e fshetësh, tani ka dalë. Jap shumë të drejtë dhe e kam thënë dhe dikur që në 2017-ën. Ky po godet shtyllat kurrizore të një kombi, ose më saktë trarë të një kombi, arsimin, shëndetësinë dhe populli thotë mendja shëndosh, në trup shëndosh, dhe artin dhe kulturën. Or ekonomia, unë nuk jam ekspert ekonomie, por aq sa kuptoj unë, se kemi bërë në shkollë dhe kena dhënë dhe provim Kapitalin e Marksit, se kishim aty. Si shptoj dot, nuk i shptoj dot. Jo, si shptoj dot. Aq sa kuptoj unë, ekonomia është një mekanizëm i madh që po ti gjesh një çelës të duhur, fillon lëviz vet. Absolutisht. Pra kurse këto që thash janë investime afatgjata, jo shekullore. Sepse ai Irani sot që për cilëve të gjithëve na vjen keq që është pushtuar nga një sistem jatullash etj, po janë kultura 5000 vjeçare. Kur ne europianët ishim shpellë dhe i gjunim njëri tjetrin me gurën nga skoka, ata kishin algebër, gjeometri, trigonometri, kishin të gjitha. Shkrimin e drejtë. Epi Gilgameshit ka 4000 vjet. Epi Gilgameshit, po. Dhe unë i kam parë vetë në Kairo, në Egypt, kur kemi qenë atje, ke ishe konceptin e filmit 5000 vjet përpara. Koncepti i filmit, 24 frame për një sekundë. Imagjino sa të zhvilluar kanë qenë. Prandaj dhe mbeten akoma
pavarësisht se bien represion ngjetin kultura të forta. Pavarësisht se janë ato, po i marr si shembull, se s'ka Po, shembulli më perfekt, ky është për ta treguar që si një kancer si ajatollat, nuk e vrasin dot një kulturë, nuk e vrasin dot, por i marrin më të mirën, pra, të gjithë inteligjencën që ata kanë si kombe, e çuan tek kibernetika, e çuan tek militaria, e çuan tek prodhimi bombave, shkenciteti, të gjitha merat. U përdor keq, po ai komb ngelet aty është funksionon. Ndërkohë që këtu nuk e asnjë gjë. Dhe ndërkohë që po të llogaris, ne jemi kultura më e vjetër në meze. Po. Dhe nuk është... E faktuar tani më. E faktuar tani më. Se grek, na thoshin neve romanët, se ne kemi gjuhën e ashpër. Po. Ne kemi, grek të sotme kanë, grek, Elavas, s'ka as grek, janë Elavas, Republic of Elava. E kanë me os. Romanët duhet të thoshin os asisës. Thonë grek, se ne flasim, ne kemi bashkëtingëllore të forta. Dhe kjo është gjua, hynë të profesioni, R, Zh, G, L, Gj, L, Q, Gj, Gj, G, G. Ne i kemi. Sa që kur jau, tim kunati është në zicero italian. Edhe bëja di që gada, do mëson të Shqipen. I thosha, thua ju luqe, Vasko. Ulele. Se s'ka morfologjin. Nuk e ka formimin e fjales. Morfologjin, ndërtimin e gojës, e ka komplet ndryshe. Dhe këta në thonë, jo se neve, se ne kemi qenë baza e atyre poshtë që thonë Helen, po Helen ka qenë emër. Ka qenë thjesht qytete, as shtete. Qytet-shtete ka qenë. Qytete. Koncepti shtete shumë i vonë, ti e di mirë shekulli 19. Qytet-shtete i quajmë neve në historiografin tonë, se lufton të Sparta me Athinën, dy qytete bashkë. Po ishin polisi i Athinës me polisin e Spartës. Qytet-shtete i thuhet për kollajlik. E fori, në 484 mos gabofsha, para erës së re, thoshte mbi gjirin e artës, ekziston një popullsi barbare, jo greke, që ha dhe vishet ndryshe nga neve. Dhe në luftrat greko-ilire, heleno-ilire më sakt, se greke është nocioni në shekullin 19. Heleno-ilire, neve kishim përparësi, ilirët, sepse neve përdonim hekurin, ata përdonim bronzin. Prandaj mori fund edhe Mikena e... Sepse ne ishim metal punës shumë të mirë. Por... I dim ne këto, po të pyesish brizën e ri zero. Ore, në fshatin ku ka lindur i matë, e di shumë pak vetë, në Ramicës të Vlorës, në malin Tartar, mes Ramicës edhe Veqës, janë 12 shpella që ka reperte njerëzore 5.000 vjetë para Krishtit, 7.000 vjetë. Dhe shteti nuk bën asgjë, ka mbeti akoma. Që ato janë përdorur si magazinë ushtrije, si vatë. Po ty në Durrës ka ndërtuar mbi Rënoja? Po, ajo është merë. Tani, ja po i ke Durrësin. Ajo Durrësit është të merë. Do me thënë, ne e humbasim gjithë shka vetë. Ne si kur jemi të destinuar të vetë shkatrohemi. Pse? Sepse është ajo që, nuk e di, ky është koncepti mund të kemë komplet gabim, s'po e absolutizoj, është ajo që ne shkatrojmë. Ne nuk e mbajmë. Ne nuk jemi si iranianët, ose si rusët që janë populli fort, vërtet mund të keni një diktator atje, që për mu nuk është dhe ajtë diktator, me thonë drejtën. Por qërën si ka... Për mua të sugjeroj Mapongon, do flasim pasit marojnë... Por ama rusët mbeten ata që përbaluan Gjingjiskanin, përbaluan Napoleonin, përbaluan Hitlerin, janë një popull me një vitalitet dhe me një idealizm të jashtëzakonshëm. Flasi popull si kombë. Pse? Sepse ata i ruajnë gjërat. Pavarësisht nga regjimi. Ne nuk e bëjmë të. Po se bëjmë ne se ne jemi të shtypur, ne kemi mundjen që do ham nesër.